Për procedurë, ju lutem qëndrojeni në procedurë se deri tani kem patur vetëm fjalime politike. Falënderit të nderuar kryetar, në fakt e kërkova fjalën për të kërkuar solidaritetin e kësaj salle të nderuar në lidhje me ndodhinë e para 2 ditëve në qarkun e Vlorës e veçanërisht në Sarandë, ku një stuhi e pa parë më herët ndonjëherë në ato zona, la pas 2 viktima, një peshkatar në Ksamil dhe një punonjës të OSHS në Himar, sikurse dhe shumë dëme mbi bizneset e zonës, mbi shtëpitë e zonës dhe mbi makinat e qytetarëve të Sarandës. Në kushtet kur ndryshimet klimatike kanë ndryshuar tërësisht armiq të cilën ne përballemi, armiq të cilët nuk janë njerëzor, por janë vetë klima, ka nevojë që ne të tregojmë në radhë parë solidaritet me personat e prekur dhe njëherëzi të vijojmë punën tonë për të ndryshuar politika siç e kemi nisur si vjet me buxhetin e shtetit, ku kemi për herë të parë ndryshuar mënyrën e financimit në bazë të riskut për sa i përket emergjencave civile. Kjo duhet të shkojë më tej dhe pushteti qendror dhe pushteti lokal ka nevojë që në këto çaste, veçanërisht në Sarandë, ku ka pasur dëme më të mëdha, por edhe në Himar dhe në Vlorë, të mundet që të financoj këto dëmtime që nuk janë për fajt të qytetarëve, po janë në kuadër të një emergjence të paparashikuar. Mirë po, nuk mundet fatkeqësisht të flas vetëm për këtë çështje, duke qenë se shoh se ky kuvend e ka humbur kontaktin e vet me qytetarët. E ka humbur jo sepse nuk mundet dhe nuk dëshiron, por e ka humbur sepse dita më interesante e javës është vendosur nga entja e parlamentit, dita më interesante politike, në të mërkurën e përgatitjes së rrjedhësave. Dëgjova në fakt pak më parë kolegët të nderuar që e vlerësoj Jorida Tabakun që thoshte se si hyri me qytetarët të cilët thërrisnin parlament, krimi etj. Në fakt ne hym bashkë nga hyrja nga Toptani, nuk ishte asnjë njeri andej, ishte vetëm një i lëvizjes bashkë që thoshte tradhtar nga këta vori e pirotistët e lëvizjes bashkë, dhe që vetëm kaq, se ku dëgjuan këto parlamenti krimit, unë nuk e di. Pam pak më parë një koleg që mori dhe hodhi ca letra këtu. Dhe unë gjithmonë jam kurioz për atë të mërkurën në këto mbledhje në zyra që listojnë rrjedhësat që do bëjnë, që do bëjmë sikur zihemi me gardën, do të bëjmë një teatr këtu, do të hedhim ca letra, do të themi këtë gjë edhe po s'ndodhi. Ky nuk është politik. Ky është një show i shëmtuar, i cili na shkëput nga qytetarët, por i përket saj mazhorance që ne të vijojmë punën e parlamentit dhe të vijojmë të miratojmë reforma dhe ligjet në shërbim të Faleminderit. Zonja Tabaku, replik. Shiko, zoti Bido, sigurisht që dhe ne bashkohemi me shqetësimin që ngritet për humbjen e 2 jetëve, në fakt kur punojnë në kushtet vështira teknike pa investime, sigurisht që humbja e jetës është tragjike, për më tepër kur janë edhe në kushtet e motit të rënduar e përmbytjeve. Patjetër, se qeveria shqiptare nuk e shpenzon fondin e emergjencës për mbrojtjen civile, e shpenzon për koncertin e Kanye Westit. Këtë duhet kishe ngritur sot këtu. Së dyti, dali njëri nga ju atje për jashtë, ta provoj të shkoj në darkë dhe ta shofi se si sillen me ju. Hym të 2 bashkë në parlament dhe u morën me ju asnjë fjalë kundër meje. Nuk kanë asnjë shqetësim ato me opozitën. Asnjë shqetësim. Rama jepe dorëheqjen thon, parlamenti krimit thon, Rama në burg thon, provoje dil një herë provoje. Provo dil një herë atje ashtu siç kanë trajtuar herën e shkuar. Që të bëhemi serioz, zoti Bido. Në këtë parlament sot ka deputet që kanë ardhur nga krimi, po kanë ardhur nga krimi. Ka deputet që nuk përfaqësojnë qytetarët se ngrenë dhe votojnë ligjet me porosi, se kanë shtyrë 6 herë ligjin e investimeve strategjike, se kanë votuar ligjin e zonave të mbrojtura, se votojnë sot një fond 4.3 milion euro për Kanye Westin e nuk votojnë për të mbrojtur ato punonjës shtetit që punojnë kushtet vështira. Prandaj protestojnë qytetarët sot. Këtë ki parasysh sa herë që flet për opozitën.